Përshëndetje, mirë se erdhët, mirë se po takohemi, dashur miq. Ja jemi së bashku në serialin e ri, të cilin pak më herët e lajmëruam. Dhe me porosinë e tre ngjyve, kjo është tani seri e re nga Pastor Stefan Born, nga Bashkia Adventiste. Kush është Pastor Stefan Born? Ja po e shohim këtu foton. Është një pastor me përvojë, i njohur me përvoja të shumta, pra amerikan me origjinë gjermane, ungjilltar, internacional, pastor, shkrimtar, publicist, dhe sidomos me porosinë e tre ngjyve, pra ja disa nga publikimet e tija dhe flet në gjuhë të ndryshme, saksisht në shtetet e ndryshme, ku edhe përkthehet pra siç ja shohim këtu gjuha braziliane e kështu me radhë. Përveç asaj që anglishtja, që është gjuhë e tij. Pra kemi serialin e ri dhe mirë se vini në serialin e ri të tre engjëve. Ne më herët kishim me vllaun ton të nderuar, vllaun Kenneth Bisakun, porosinë e tre engjëve, gjithashtu. Ishte një cikël pak ma i shkurt, e tani do kemi ndryshe, saktësisht me nga Pastor Stefan Born, Bashkia Adventiste Seventh Day Adventist Church, cili është emri zyrtar i joni, dhe ja, një pra Pastor Stefan Bornin dhe me bashotën, jellar kanë festu edhe 50 vjetorin e martesës së tyre, çka ju urojmë me gjithë zemër, dhe serialin e tij të mirë njohur, të përkthyer gjithashtu në shumë gjuhë të ndryshme, si është porosia e tre engjëve. Ja, ky është Pastor Stefan Born, ai me tema të ndryshme, ndaj law, prophecy, Pentecost, kështu me radhë, dhe tani është lutja. Lutemi së bashku, kemi shumë nevojë për lutje, pra ju përshëndesim kështu live, e përulim kokën kudo që jeni dhe lutemi Zotit. O Zoti madh, i gjithëpërshtatshëm, ndera lavdia takon ty. Faleminderit për këtë nder dhe për parësitë që këto ligjërimet e pastorit të njohur Stefan Bornit edhe në gjuhën shqipe i dëgjojmë. Na udhëheq u Zot drejtor, na mëso, ky është një lajm jashtëzakonisht i rëndësishëm, andaj ti personalisht na ke udhëzuar dhe ne jemi të falendëruar. Faleminderit o Zot për këtë nder dhe për parësi që edhe në gjuhën shqipe ti kemi ligjëratat dhe këtë serial të Triangle Message. Na udhëheq u Zot drejtor, bekoj të gjithë ata që do të dëgjojnë tani drejt për drejt në YouTube ma vonë, apo kur do herë, bekona edhe ne, bekom edhe mu, si pastore kësaj bashkësie dhe prijum, përdorëm, janë fëmijë shëptotë tu, bekoj të gjithë ata që janë duke të kërku ty, njohë të vërtetën e plot mbi ty dhe porosit aktuale dhe urgjente që ti na drejton. Në emrin të Atit, Birit, Frymëshëj. Amen. Pra, i përshëndesim kështu live dhe kthejmë kamerën andej që mund t'i përcjellim vargjet, saksisht që mund t'i përcjellim ato se çfarë do shohim, dhe kështu fillon Pastor Borni, fillojmë edhe ne, le të reflektojmë për disa çaste rreth ndodhive të botës sonë. Jetojmë në një kohë trazirash globale të pashembullta. Ekonomia botërore po shkatrohet para syve tonë, taksa paguesit e Shteteve të Bashkuara kanë marrë një borxh prej të paktën 2 trilion dollarësh në muajt e fundit për të shpëtuar disa banka dhe korporata të mëdha nga falimentimi dhe për të rinisur ekonominë e sëmur. Shumë shtete janë në vështësi të mëdha financiare, pothuajse në falimentim, miliona njerëz kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të sekwestrimit të kursimeve të jetës dhe planet e pensionit
të miliona njerëzve janë avalluar si një mjegull. Lakmia me korporatave është përhapur dhe ka quar në humbje të pa precedent financiar për miliona njerëz. Kemi parë fatkeqësi natyrore epike si uragani Katarina në New Orleans, tsunami aziatik, tornado në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zjarre në Australi dhe në Kaliforni të tërmete të ndryshme. Luftat dhe urrejtje etnike janë të shumta Izraeli dhe Palestina, Iraku, Afganistani, India, Pakistani, për të përmendur disa shtete. Kërcënimi pandemive dhe epidemive globale janë aq reale sa kur gripi i shpendëve, sëmundjeve të lopës, të çmendura lloje të reja të sëmundjeve infektive, sëmundje të shumta nga ushqimet artificiale të helmuara me shumë kemikate, ngjyra aditive e tjerë janë duke dëmtuar seriozisht shtetin e popullatës anëmban globit. Pastaj është rrezikuar rreziku gjithmonë i pranishëm i terrorit global dhe natyreve të rrezikshme të ruajtjeve të sigurisë të vëllezërit tonë, po kërcënimi i vazhdueshëm dhe i menjëhershëm i armëve biologjike, kimike dhe bërthamore në një nivel moral, debati i pafund mbi martesën e homoseksualëve, pornografive dhe përdorimin e fjalëve të pista në transmetim, siç është TikToku, mendoj që ai prin më shumti, ka arritur nivele të reja, mira, aborte kryhen pa asnjë brejtje ndërgjegje, dhuna në shkolla, në nivelin në vendin e punës, duket se janë rregull i ditës, abuzimi me fëmijët është i përhapur, burrat vrasin gratë, ngrohja globale duket se përshkatron ekuilibrin e ekosistemit delikat të tokës. Planeti ynë duket se përshkatrohet plotësisht dhe nuk duket se ka asnjë siguri apo mbrojtje askund. Ku po shkon gjithçka? A nuk ka asnjë fjalë shprehse? Çfarë e pret vendin, planetin ton dhe botën? Apo e afrohen fundit të historisë së njerëzimit siç e njohim? Ku po shkon planeti ynë? A ka shpresë për të? Bibla ka përgjigje, ju lutem, lexoni Biblen, mos ja falni dakikin, e kemi thënë shumë herë dhe po e ripërsërisim. Kjo i ka zgjidhjet, përgjigjet, autori i saj, i cili është i gjallë, dhe i cili pra na ka udhëzuar, siç e thamë edhe, që të kemi Triangle Message, dhe jo rastësisht Bashkia Adventiste ka televizionin, tani 40 më tepër vite, të tre engjëve. Ku është i shkruar lajmi i tre engjëve? Lexojmë pra nga zbulesa 14, këtu është lajmi i tre engjëve, zbulesa 14. Nga vargu 6, i cili thotë kështu. Pastaj pash një engjëll tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe që kishte ungjillin e përjetshëm, që to atë predikoi banorëve të dheut dhe çdo kombje, fisti dhe gjuhe dhe populli. Dhe vargu i 7 thoshte me zë të madh, druani Perëndin dhe jepeni lavdin, sepse ora e gjyqit të tij erdhi. Adhuroni atë që bëri qiellin dhe detin dhe burimet e ujrave. Vargu i 8. Pastaj një engjëll tjetër shkoi pas tyre duke thënë: Ra Babilona, qyteti i madh që u ka dhënë të pinë të gjithë kombeve verën e zemërimit të kurvrimit të saj. Vargu 9. Zbulesa 14, një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh: Nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr dëmkën mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, do të pi edhe ai nga vera e zemërimit të Perëndis, që është derdhur e përzier në kupen e zemërimit të tij dhe do të mundohet me zjarres shufur përpara engjëllve të shenjtë dhe përpara qengjit. Vargu 11.
edhe tymi i mundimit të tyre ngjitet në shekuj të shekujve dhe nuk do të kanë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kushdo që merr damken e emrit të saj. Këto është qëndrueshmëria e shejtorëve, këto janë ata që zbatojnë urdhërimet e Perëndis dhe besimin e Jezusit, besimin e Jezusit. Kjo është i tëri, dhe cilat janë ato 10 faktet e mrekullueshme rreth zbulesës 14, tani do shkojmë një nga një që ti paraqesim këtu përpara jush. Një fakt interesant dhe shumë i rëndësishëm, shumica e krishterëve konservativ, protestant, besojnë se lajmi i 3 engjëjve do të predikohet në mes të hebrejve, pasi që kisha të jetë e marrur e rrëmbyer pra në qiell. Vërtet ata besojnë se nga zbulesa 4 deri te zbulesa 18 flet për hebrejët. Po saktësisht Biblia nuk e thot kështu dhe pyetja përkundrejt kësaj është pse atëherë Biblia thotë ti predikohet çdo kombi, fisi, gjuhë. Pra jo hebrejve vetëm një kombi, një fisi, një gjuhë, por çdo, të gjithë. Dhe kjo teori pra nuk është e qëndrueshme dhe nuk ka përkrahje biblike dhe nuk mund të pranohet si e tillë. Kurse njëra prej doktrinave përkundrejt kësaj themelore të Bashkisë Adventiste ditës 7 është edhe besimi dhe predikimi i lajmit të 3 engjëjve. Kjo është who care about Adventist, pyetja është një privilegj dhe përgjegjësi njëkohësisht për adventistët që të ju predikojmë të tjerëve, konkretisht edhe vetë neve. Pra është një përgjegjësi dhe andaj ju lutem të merrni seriozisht, sepse lajmi i 3 engjëjve është porosia e fundit e Biblës. Pyetjet, të gjithë këto janë pyetje që do t'i shqyrtojmë së bashku për gjatë këtij seriali, i cili edhe nuk do t'jetë aq i shkurt. Ka 25 ligjërime, tema, që do t'i trajtojmë dhe cilat janë ato. Çfarë është Ungjilli i përjetshëm? Pyetja. Mandej, çfarë përfaqësojnë 3 engjëjt? Pse përshkruhen si fluturues në mes të qiellit? Pse mesazhet i shpallen të gjithë botës? Çfarë do të thotë të kesh frikë nga Perëndia? Çfarë do të thotë ta lavdosh atë? Pra do të shkojmë ngadalë, hap mas hapi, ashtu si duhet. Çfarë dhe kur është ora e gjykimit të Perëndis? Një pyetje shumë e rëndësishme, çka mundon shumë njerëz, kur do të jetë gjyqi, si do të jetë, si mund të shpëtohemi nga ai, si mund të dalim ne, kush do të na akuzoj, kush do të na mbroj e kështu me radhë. Çfarë do të thotë të adhurosh krijuesin? Çfarë është Babilona? Çfarë është vera e zemrimit e Babilonis? Kush është bisha? Cila është shëmbëltyra e bishës? Cila është shenja e bishës? Cili është numri i emrit të bishës? Cila është vera e zemrimit të Perëndis? Pse vera e Perëndis derdhet pa përzierje? Dhe deri çfarë do të thotë profecia dhe kur thotë se Babilonia kurvohet me mbretërit e tokës? Çfarë do të thotë kjo? Do të digjen adhuruesit e bishës në zjarr që nuk do të shuhet kurrë. Çfarë do të thotë kjo? Dhe çfarë është durimi i shejtorëve? Cilat janë urdhërimet e Perëndis? Çfarë nënkupton me besimin e Jezusit, sikur se Jezusit, apo ashtu siç ka besu dhe prediku Jezusi? Kush janë 144.000 dhe ku do t'jetojnë ata? Këto pra pyetje të shumta do t'i shtojmë së bashku, dal nga dale, një nga një, rregullisht në këtë seminarin ton të cilin tani po ja fillojmë. Si mund të mbrohemi nëse nuk e dim se kush është bisha, kush është Babilona? Si atëherë mund të dim si të mbrohemi?
Andaj, si mos ta pranojmë domken e saj, e ta pranojmë vullën e Zotit, çfarë është vulla e Zotit? Të gjitha këto pyetje i ka saktësisht përgjigje në të gjitha këto pyetje. Dhe tani fillojmë temen që e kemi sot, cili 10 faktet, ja filloj me faktin numër 1. Pse duhet studiuar zbulesa 14, lajmi 3 engjëjve? Fakti numër 1 thot se engjëjt në lajmin e 3 engjëjve janë literal, simbolik, mund të jenë edhe qenie njerëzore, engjëjt mund të përfaqësojnë edhe njerëzit. Qenet njerëzore ndihmohen nga engjëjt për të shpallur mesazhin, lajmin. 3 engjëjt bukfalisht nuk do të enden në përqiell duke bërtitur mesazhin e tyre me zë të lartë. Engjëjt përfaqësojnë njerëzit tani këtu në këtë rast. Dhe zbulesa 14, zbulesa 1, prej vargut 1 thot: zbulesa e Jezu Krishtit, që Perëndia i ia dha për të treguar shërtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti dhe e bëri të ditur duke i dërguar nëpërmjet engjëllit të tij shërtorit të vet Gjon, i cili dëshmoi fjalën e Perëndis dhe dëshminë e Jezu Krishtit dhe gjërat që po. Pra, si ka ardhur deri te zbulesa? Jezusi ja transmetoi Gjonit përmes engjëllit të vet, angelos, që do me thonë lajmëtar, dhe ato se çfarë Gjoni po, a i shkroi dhe kështu erdhë deri te zbulesa. Kurse vargu i 3, kapitullin 1, fillimi, faqja e parë e zbulesës, e cila thot: lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që ruajnë atë që janë shkruar në të, sepse koha është afër. Vargu 4, Gjoni 7 kishave që janë në Azi, hir për ju dhe paqe nga ana ati që është, ati që ishte dhe ati që do të vije. E përsheni që këto janë me shkuna jo rasisht të mëdha, sepse është Jezusi i cili ishte, i cili është dhe i cili do të vije, dhe që të 7 frymat që janë përpara fronit të tij. Ai që ishte është Mesia i vajosur, kurbani i therrur, Zoti Jezus, i cili i lindi dhe u bë njeri, erdhi, jetoi në mënyrë perfekte, pa bërë asnjë vdiq dhe u ringjall. Dhe do të vije, ai që do të vije, kjo është adventi, andaj ne jemi bashkësi adventiste, sepse besojmë në ardhjen e shpejtë të Jezusit. Në dhjatën e re, disa njerëz quhen engjëj, sepse u dërguan nga Perëndia për të përcjell një mesazh. Për shembull, Gjon Pagzori, messenger angelos te Mateu 19:10, o lajmëtar të dërguar te Gjoni, Luka 7:24, Stefani thot te Veprat Apostujve 6:15, fytyra e tij ishte sikur se e engjullit. Mandej te Jakobi 2:25, spionët që vizituan Jerikon ishin sikur engjujt, Apostol Pauli ishte messenger, apo lajmëtar, apo engjëll, Galatasve 4:14, Epafroditi, Filipianëve 2:25, e kështu me radhë. Predikimi i ungjillit nuk është besuar engjëjve, por qenieve njerëzore. Shumë interesant dhe ndoshta pak edhe vështirë e kuptueshme, dikur edhe vetë thosha pse Zoti nuk ja ka besu këtë çështje engjëve, po natyrisht Zoti ka arsye veta. Ja për shembull, Jezusi ka thënë Mateu 28, pastaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni prave, bëni dishepuj nga të gjithë popujt, duke i pagzuar në emër të Atit, Birit e frymës së Shenjtë. Pra, kjo është që të thuan disa urdhëra 11, të cilën Zoti na urdhëroi
që të predikojmë ungjillin. Dhe duke i mësuar të zbatojnë të gjitha gjërat që une ju kam urdhëruar dhe ja une jam me ju gjithë ditët deri në mbarimin e botës dhe ashtu qoftë, apo amen. Amen, fjala është ashtu qoftë, ashtu qoftë, si do qoftë. Kurse të veprat e apostëve kapitulli 1, vargu 8, ju do të merrni fuqi kur fryma e shajt do të vijë mbi ju dhe do të bëheni dëshmitar të mi në Jerusalem dhe në Jude, në gjithë Judeen, në Samari deri në skajin e dheut. Kurse veprat e apostëve 8:26 thotë, dhe një engjëll i Zotit foli Filipit, duke thënë, qohu dhe shko drejt jugut në rrugën që nga Jerusalemi zbret në Gaza, atje në shkretir. Pra, në këtë rast këtu është një engjëll i ka fol Filipit, duke i thënë Filip, qohu dhe shko në këtë rrugë, dhe kjo ishte arsyeja sepse duhet t'i predikonte Etiopasit. Dhe Etiopasi, lavdi Zotit, e pranoi. Kush janë engjëj? Te Hebrejnjëve 1:14 thot, a nuk janë ata të gjithë frymërat shërbenjes që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin. Angelos greqisht lajmëtar. Pra, të dashur miq, motra dhe vëllezër, jemi në serinë e re nga pastor Stefan Born, zbulesa 14, të cilën sot e kemi temën e parë. Fakti numër 2, engjëjt fluturojnë në mes të qiellit, do me thënë kanë origjinë qiellore drejt për drejt nga froni i Zotit. Engjëjt fluturojnë në mes të qiellit, që do të thotë se mesazhet apo lajmi e tyre janë me origjinë qiellore. Lajmi pa mesazhi është me origjinë qiellore, i dërguar nga Perëndia, përndryshe Satanai është mbreti i humnerës. Ai nuk e ka vendin në qiell, ai jeton në humner, siç thot zbulesa 9:19, dhe përfaqësuesit e tij vijnë nga deti dhe nga toka, zbulesa 13:1. Kurse te Jakobi kapitulli 3, vargu 15 dhe 17 thot, që bën kontrast midis diturisë që vjen nga lart dhe diturisë që vjen nga poshtë. Jakobi 3:15 thot, kjo dituri nuk zbret nga lart, por është toksore, shqisore, djallëzore, sepse ku ka zili dhe egoizëm, atje do të jetë konfuzioni dhe çdo gjë e keqe, vargu 17, por dituria që vjen nga lart është së pari e pastër, pastaj paqësore, e butë, e gatshme, të nënshtrohet, plot mëshirë dhe fryte të mira, pa anësi dhe pa hipokrizi. Tani fryti i drejtësisë mbillet në paqe nga ata që bëjnë paqe. Dhe zbulesa 18:1 thot, pas këtyre pash, një engjëll tjetër që zbriste nga qielli, shkruan Gjoni, që kishte pushtet të madh dhe u ndriçua nga lavdia e tij. Veriu është nalt, kurse jugu është poshtë, e ky lajm vjen nga nalt, jo nga poshtë. Fakti numër 3, cili është? Fakti numër 3 është me zë të lartë, megafone, që paraqet fuqinë dhe autoritetin me të cilin shpallet. Megafon apo diçka që është e madhe, me zë të lartë apo megafone. Nuk ka analizim fjallësh, nuk ka koreksi politike, kjo është nuk është kjo në një gjuhë dyfisht, amvistale, nuk ka asnjë Mehmet në trom, duhet të bërtas nga çatia pavarësisht pasojave. Pra, Zoti urdhëron që duhet ta shpallim lajmin e 3 engjëjve. Madje edhe në çdo kushte, kjo nuk është një urdhërim
apo korektësi politike, analizë fjalash, nuk ka gjuhë dyfisht, diçka të pështjellur, por as një memec, por duhet të e shpallim lajmin. Të bërtasim nga qatia, sepse është lajmi fundi, pa marrë parasysh të pasojave. Shumë e fuqishme kjo, apo jo, mendoj që mund të pajtohemi të gjithë. Pse lajmi i 3 engjëjve është lajmi i fundit i Biblës nga zbulesa 14, dhe pse duhet vënë vëmendje të veçantë, madje urgjente? The 3 angel messages proclaiming everlasting gospel of Revelation 14, 6 dhe 12. Pra, besoj që është e kuptueshme. Lajmi i 3 engjëjve shpall ungjillin e përjetshëm, i cili është tek zbulesa 14, 6 dhe 12. Fakti 4, cili është: engjëjt fluturojnë. Me çfarë shpejtësie fluturojnë engjëjt? Pyetje shumë interesante. Për shembull, tek Ezekieli, kapitulli 1, vargu 13-14 thotë: sa për pamjen e qenjeve të gjalla, këto dukeshin si qymyr të ndezur, si pishtar. Zjarri lëvizte në mes të qenjeve të gjalla, zjarri ishte i ndritshëm dhe prej tij dilnin shkëptima. Kurse vargu 14 thotë: qenjet e gjalla vraponin përpara dhe prapa, dukeshin si një rrëfe. Pra, me shpejtësi të një rrëfeje që gati mezi mund ta e vëresh ta sheh. Jemi në serin e re të lajmit 3 engjëjve nga pastor Stefan Born, cili është lajmi 3 engjëjve dhe të përgatitja për ardhjen e dytë të Zotit Jezus, lajmi mirë, ungjilli i përjetshëm, dhe fillojmë këtë serit, e filluam veç. Danieli 9 shënon një lutje ku Danieli i kërkoi Perëndis mençuri për të kuptuar profecinë e 2300 ditë të natëve, kur ai filloi të lutej, në lutjen e tij Gabrieli, engjëlli i Zotit, pra u dërgua për të përgjigjur asaj. Gabrieli mbriti përpara se Danieli ta mbaronte lutjen e tij. Shumë interesant. Danieli pa vegimin e kuptoi që është diçka shumë e rëndësishme, por nuk i dinte ta shpjegonte, ta merrte vesh çfarë është në pyetje. Ai u lut Zotit që t'ja shpjegonte dhe sa e ka fillu lutjen. Para se që ka përfundu, Zoti dërgoi Gabrielin, i cili erdhi të ja shpjegoj. Fakti numër 5. Fakti numër 5 cili është: lajmi është mbar botëror. Pra, jo vetëm për hebrenjët, siç është një konstatim i disa vllazëve dhe motrave, saktësisht krishterëve konservativ, por është mbar botëror, çdo kombi, gjuhë, fisi dhe populli. Mesazhet kanë shtrirje mbar botërore, të zbulesa 14-6. Ato duhet të shkojnë në çdo cep të tokës, e kemi të njohur ato cepem cep. Pra, cepem cep duhet të shkoj lajmi i 3 engjëjve, sepse është lajmi i fundit i Biblës. Dhe të çdo populli, çdo grup gjuhe, ato nuk janë vetëm për hebrenjët, judenjët, por për të gjithë racën njerëzore. Një shpallje globale e mesazheve kërkon një popull global të shpall atë çdo krijese. Dhe ja, kemi nder dhe përparësi që neve në gjuhën shqipe ta proklamojmë, lajmërojmë, predikojmë, t'u sjellim në shtëpitë tuaja dhe lutim Zotit që në zemrat tuaja që të hapen e kuptojnë këtë porosi të rëndësishme. Biblia thot te Mateu 24:14, dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në të gjithë botën si dëshmi për të gjithë kombet,
Dhe atëherë do të vijë fundi. Predikimi i Ungjillit është pika e fundit e botës, saksisht e atyre që paraprakisht do të ndodhë kjo, dhe në fund predikimi i Ungjillit. Dhe vargu te Marku 16 thot, dhe ai u tha atyre, shkoni në të gjithë botën dhe predikoni Ungjillin çdo krijese. Marku 16, ai që beson dhe pagëzohet do të shpëtohet, por ai që nuk beson do të dënohet. Pra, nuk është çështje fakultative, ndoshta mund ta pranoj, ndoshta do më pëlqej apo nuk do më pëlqej. Nuk është çështja e asaj. Po përkundrazi është jashtëzakonisht serioze. Qëllimi i lajmit të tre engjëj është të kundërshtoj mesazhet e tre engjëjve të rreme. Keni kujdes, sepse edhe armiku, çka do të ka Zoti origjinal, ai ka falsifikat. Çka do të thot Zoti po, ai thot jo. Kur thot Zoti jo, ai thot po, çdo e kundërta. Dhe është e zbulesa 16:13 që po përpiqen gjithashtu të mbledhin botën në anën e armikut, në anën e çka thot zbulesa 16, cili është përkundrejt lajmit të mirë. Ky lajmi i armikut, pra i satanait, i djallit, i dreqit, dhe thot kështu. Dhe poshtë të dilte nga goja e dragojit, dhe nga goja e bishës, dhe nga goja e profetit të rrem, 3 fryma të ndyra që u ngjanin mbretëkocave. Sepse në fakt janë frymat të demonëve që bëjnë mrekulli, që shkojnë te mbretërit e dheut dhe të gjithë botës për t'i mbledhur për luftën e ditës së madhe të Perëndisë së plotfuqishëm. Pra, cili është lajmi i armikut? Është nga goja e dragojit, dilte dhe nga goja e bishës dhe nga goja e profetit të rrem. Kush janë këta? 3 fryma të ndyra që u ngjanin mbretëkocave. Ne do e shpjegojmë gjatë këtij seriali, andaj ju lutem kohë jashtëzakonisht fakte të rëndësishme dhe domethënëse, sepse në fakt janë frymat e demonëve që bëjnë mrekulli dhe që shkojnë te mbretërit e dheut dhe të gjithë botës që t'i mbledhen për luftën e ditës së madhe të Perëndisë së plotfuqishëm. Vini re se prostituta, pra gruaja jo moralshme, që për të cilën flet Biblia te zbulesa 17, kontrollon gjithashtu njerëz nga çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli, por ajo u jep kombeve verën e kurvërimit të saj. Me fjalë të tjera, ka 2 mesazhe të kundërta të lajmit të tre engjëjve dhe qëllimi është që të mbledh botën në 2 anë. Andaj është diçka serioz. Zbulesa 17 thot dhe erdhi një nga të 7 engjëj që kishin të 7 kupat dhe foli me mua, thot Gjoni, dhe më tha, pra engjëlli i shpjegoi dhe ja tregoi, duke thënë, eja do të tregoj gjyqin e kurvës, pra lavirës, së madhe që është ulur në ujëra të shumt, me të cilën nuk kurvruan mbretërit e dheut dhe banorët e dheut u deh me verën e kurvrimit të saj. Kjo është ajo që për cilën e shpjegon zbulesa 17. Kemi në kapitullin 10 gruan e ndershme, gruan e cila ka fustan të bardhë, kuroren me 12 yje dhe hënën në këmbët e saj. Përkundrejt është kjo gruaja e shfrenuar, e cila ka gotën dhe i dehi të gjithë popujt, ju lutem. Kjo është mbar botërore, nuk i përket vetëm një shteti, një denominacioni e kështu me radhë, po është problem mbar botëror. Andaj duhet të kuptojmë drejt, lavirja, kush është lavirja e veshur në të kuq, ne do të flasim për gjatë këtij seriali që është para nesh. Fakti numër 6, cili është? Ky lajm duhet të predikohet me radhë, njëra pas tjetrës. Spari engjëlli parë, më pas
lajmi i angjullit dytë, edhe në fund angjullit tretë. Ata që pranojnë lajmin e angjullit parë, ata do e pranojnë edhe lajmin e angjullit dytë, e mandej edhe lajmin e angjullit tretë. Pra janë 3 mesazhe, 3 lajme që i përmbajnë, që përmbahet ky mesazh. Mesazhet duhet të shpallen në rendin e tyre të duhur. Zbulej mas parti zbulesa 14, 6, 7, mandej 8, mandej 9, edhe 10, 11, 12. Ato janë të njëra pas njëshme dhe kumulative, është e rrezikshme të ndryshosh rendin e tyre. Mesazhi i angjullit të parë është një urdhër imperativ pozitiv, që thot adhuroni Perëndin, sepse erdh ora e gjyqëtimit. Mesazhi i angjullit të dytë është një njoftim dhe një thirrje, kurse mesazhi i angjullit të tretë është një paralajmërim për ata që zgjedhin të mos dalin nga Babilonia, sepse është thirrje të dilet nga Babilonia, nga kjo tullovia, nga lavirja e cila e idei të gjithë popujt dhe njerëz sikur të dehur as nuk kuptonin dhe nuk dinin. Nëse nuk e pranoni të parin, do të refuzoni të dytin dhe të tretin. Babilonia bie, pse bie? Sepse e hodhi poshtë mesazhin e angjullit të parë. Ju nuk do të pranoni thirrjen për të dalë nga Babilonia nëse nuk e dini pse duhet të dilni, sepse ajo e hodhi poshtë mesazhin e angjullit të parë. Babilonia nuk e pranoi mesazhin e angjullit të parë, e mandej as të dytin dhe as të tretin. Fakti numër 7, cili është? Ky lajm është thirrje e fundit që Zoti ja drejtoi botës. Pra është çështje to be or not to be. To be or not to be nuk është çështje ndoshta po, ndoshta jo sipas dëshirës. Po është çështje mjerisht e jetës së përjetshme ose vdekjes së përjetshme. Mesazhi është apel dhe lajmi i fundit i Perëndis për botën para përfundimit të provës njerëzore dhe ardhjes së dytë të Krishtit apo adventit. Zbulesa 14:14 dhe Mateu 24:14. Pastaj poshtë dhe ja një re e bardhë, dhe mbi re ishin ulur dikush i ngjashëm me birin e njeriut, i cili kishte mbi kokë një kuror të artë dhe në dorë një drap të mpre. Nëse ju besoni se jetojmë vërtet në kohën e fundit, atëherë ky lajm duhet kuptuar dhe shpallur. Fakti numër 8 cili është? Predikimi i lajmit të 3 angjujve do të jetë i shoqëruar me fuqinë e shiut të vonshëm dhe kjo do të ndaj botën në 2 grupe. Nëse mund të them sinqerisht, me padurim e presim këtë kohë. A e dini se çfarë është shiu i parë dhe shiu i fundit? Cili është shiu i parë dhe shiu i fundit? Ja Biblia na shpjegon. Joeli, profeti vogël, pak para dhjatës së re, Joeli kapitulli 2 vargu 28 thot: mbas kësaj do të ndodhë që unë do të përhap frymen time mbi çdo mish. Bijtë tuaj dhe bijat tuaj do të profetizojnë, pleqët tuaj do të shohin ëndra, të rritë tuaj do të kanë vegime. Në ato ditë do të përhap frymen time dhe mbi shërptorët dhe shërptorët. Do të bëj mrekulli në qiej dhe mbi tokë, gjak zjarr dhe shugëllima tymi. Dielli do të shndrohet në terr dhe hëna në gjak, para se të vi dita e madheve të mërshme e Zotit. Pra, Zoti do të përhap frymen e shejt tek ata që e kanë pranu Jezusin. Është Biblia qunë në mënyrë simbolike shiu i hershëm dhe në fund para ardhjes së tij do të na fuqizoj Zoti si në kohën e apostujve dhe profetëve që me fuqinë e frymës shejt mund të predikojmë
dhe lajmi të ketë sukses, rëshajat, apo Pentakosti, ditën e 50, solli shiu në hershëm i cili ka rënë qatë herë. Në fund, shiu i fundit kur do piqen të korrat, e gjithë bota duhet të përcaktohet. Lajmi do të paralizoj botën, askush nuk mund të mbetet neutral. Ose do marrim vulën e Zotit, ose damkën e bishës. Pra, dy grupacione nuk do të ketë grupacione të tjerë. Ose do marrim vulën e Zotit, ose damkën e bishës. E cila janë këto do shpjegojmë për gjatë këtij seriali. Lajmi i tre engjëve do të pjek karakterin tuaj dhe do të përgatis atë për korjen qiellore, që thot Zbulesa 14 dhe 17. Ashtu si një ditët e faraonit, mesazhi i Perëndis së shpejti ose do të zbus, ose do të ngurësoj zemrat e njerëzve. Dha Zoti, do e hapim zemrën e njerëzve dhe Zoti do e zbut dhe ne do kuptojmë lajmin dhe do pranojmë. Pra, dy grupe. Nuk do të ka më tepër, ata që janë nënën e Zotit dhe ata që nuk janë. Dhe secili duhet të marrë vendim. Jezusi na ofron rrugën e ngushtë, jetën e përjetshme, thot eja që të jesh gjallë ti dhe pasardhësit e tu. Kuroren e arit përkundrejt asoj çka ofron armiku e ju e dini se çfarë është ajo. Fakti 9 është, lajmi i tre engjëve është i lidhur me vendin më të lartë në shejtroren qiellore. Kjo është një temë e shkëlqyer, shumë aktuale dhe e nevojshme. Lajmi i tre engjëve lidhet me vendin shumë të shejtë të shejtrores qiellore. E dim këtë për disa arsye. Pse? Mbas shkafit mund ta e kuptojmë këto. Fakti numër 9, për shembull, fakti numër 9 thot, sepse siç do të e shohim në ligjëratat tona të ardhshme, urdhërimi për të friksuar Perëndis lidhet në Bibël me zbatimin e vetë urdhërimeve, siç thot Predikuesi 12:13. Çka thot? Të dëgjojmë për përfundimin e gjithë ligjëratës. Ki frikë nga Perëndia dhe respekto urdhërimet e tij, sepse kjo është thësia e njeriut. Kaq njeriu i duhet të kemi frikë nga Zoti dhe ti përmbahem urdhërimeve të tija. Në cilën pjesë të shejtrores gjenden 10 urdhërimet? A ju kujtohet, ju lutem, nga Vjata Vjetër. Kjo është tenda, është tabernakuli apo tenda, dhe kjo është obori i rrethuar, dhe këtu njerëzit rregullisht sjellnin qengje, pra që të flijohen dhe të paguhet mëkati. Fakti numër 3, pse lajmi i tre engjëve është i lidhur me shejtroren qiellore, fakti arshëm i dyshi është dhënia e lavdis Perëndis, na kujton Shekina. Shekina është lavdia që shkëlqente në vendin shumë të shejtë. Shekina është lavdia që shkëlqente në vendin shumë të shejtë. Fakti numër 3 është adhurimi i Krijuesit, përfshin respektin e së shtunës, i cili gjendej në qendër të ligjit në vend shumë të lartë. Pra, e tër lufta të dashur miq, të motra dhe vëllezër, është rreth 10 urdhërimeve. E dini, në kopshtë e Edenit ishte pema, fruti i njohjes të mirës dhe të keqes, kurse në kohën e fundit testi është a do e mbajmë ditën e 7, që është vula e Zotit, apo jo, që është damka e bishës. Kjo është çështja. Pjesa e mbrëmshme e shejtrores përbohet nga pjesa e parë dhe pjesa e dytë. Në pjesën e parë është vendi ku ndizet Temjani, është shandani me 7 qirinj dhe tavolina me bukë pa tharm, bukë të paraqitjes dhe këtu perdja dhe vendi shumë i shejtë në cilën hynte vetëm krye shërbysi apo krye prifti. Aroni ishte i pari dhe levitët
Dhe këtu është arka e beslidhjes dhe kerubimet që është prania e Zotit. Ideja e gjyqit e Perëndis lidhet me ditën e shlyerjes apo Yom Kippur, kur i gjithë Izraeli u nda në dy kategori. Pjesa e dytë e shejtrores ishte vendi shumë i shenjtë, ku ishte ligji, pra 10 urdhërimet, dhe gjykimi filloi para adventit, ardhjes së dytë të Jezusit, dhe kjo është çështja. Këtu sot ndërmjetëson Jezusi, ne nuk e dim kur ai do del, as nuk e dim kur do vjen në radhë emri jon në gjyq, por ata që e pranojnë Jezusin nuk dalin në gjyq, po nga vdekja kalojnë në jetë. Dhe kjo është e madhja dhe e bukura. Ky është krye shërbysi në gjoksin e tij, pra i ka gurët të 12 gurë të çmueshëm që janë 12 fise, apo 12 apostoj në vjatën e re, dhe kjo nalt si çalma. Holy One shkruan këtu në ballin e tij, sepse ky është i shejti, dhe durët e tija të gëzhduara ai përfason për popullin e tij para drejtësisë. Kerubimet dhe lutjet janë si temjani, era e këndshme e cila qohet. Zbulesa 19, atëherë u hap tempulli i Perëndis në qiell, dhe u duk arka e beslidhjes, dhe ndodhi vetvetima dhe zëra dhe bubullima dhe tërmet dhe një rëbesh i fort breshëri. Fakti numër 10 është pranimi ose refuzimi nuk është çështje e parëndësishme, nuk është çështje jetës apo e vdekjes, nuk është çështje nëse me pëlqen, okay, nëse jo, varet prej disponimit. If I'm in the mood, nëse une e kam qefin, jo. Kjo është jashtëzakonisht serioze, i lutem, andaj besoj që do ta marrim shumë seriozisht. Pranimi ose refuzimi i këtij lajmi nuk është një çështje e parëndësishme, në fakt është çështje esenciale, to be or not to be. Ata që e pranojnë lajmin do të marrin vulën e Perëndis dhe do të shpëtohen. Dhe ata që i refuzojnë mesazhet, nuk e pranojnë lajmin, do të marrin vulën e damkës dhe do të vuajnë zemrimin e Perëndis. Nuk do të ketë rrugë të mesme. Të shpëtuarit do të janë brenda qytetit dhe të humbërit do të janë jashtë qytetit. Pra dy rrugë, rruga e ngushtë dhe rruga e gjerë. Rruga e jetës dhe rruga e vdekjes, cilin do të zgjedhim? Është në dorën e secilit prej nesh. Ju lutem, zgjedheni jetën të jeni gjallë ju dhe pasasit e tu. Nuk është çështje fakultative sipas dëshirës apo disponimit. Është rruga e ngushtë e cila çon në jetë të përjetshme dhe rruga e gjerë e cila të shpije në humner. Pra, traditat e gabueshme, jo biblike, kanë sjellë situatën e cila është sot që miliona njerëz në mënyrë të verbër shkojnë pas traditave, duke mos u nalë dhe mendu me kokën dhe duke mos e kërku Zotin e gjallë që të pyesin dhe marrin përgjigje. Të shpëtuarit do të janë brenda qytetit edhe të humbërit do të janë jashtë qytetit. Dhe ka përvesoj fakt bonus, pastor Stefan Bornaj e bën këtë shpesh në ligjërimet e tija, dhe një faktin 11 bonus, këtu e ka të radhitun i cili thot Perëndia do të ketë një popull që do të pranoj shpallë dhe do të binë mesazheve të tre engjëve, Zbulesa 15:2-4, ata do të janë fitimtar mbi fuqit e përmendura në mesazhin e lajmit të tretë, Victory in Jesus. Është e madhe dhe e bukur se ata që e pranojnë lajmin do të janë fitimtar. Lavdi Zotit. Dhe Zbulesa 15:2 thotë dhe pash një si det të qelqit të përzihen me zjarë dhe në këmbë mbi detin e qelqit ata që kishin
mundur bishën, figurën e saj dhe damkën e saj dhe numrin e emrit të saj. Ata kishin qestet e Perëndis. Dhe këndonin këngën e Mojseut, shërptorit të Perëndis, dhe këngën e qengjit, duke thënë të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat tua o Zot, Perëndi i plot fuqishëm, të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua o mbret i kombeve. Kush nuk do të druaj o Zot dhe nuk do të lavdoj emrin tënd, sepse vetëm ti je i shejt, sepse të gjitha kombe do të vinë dhe do të adhurojnë para teje, sepse gjykimet e tua u shfaqën. Pra, njerëzit që do të mundin bishën dhe damkën e saj, janë ata që do të pranojnë Jezusin, do të bëjnë shok mik, dashamir, udhëhes lider, pastor, prift, imam, çka të duash. Dhe ai do hap syt secilit njeri të sinqert. Kemi edhe një fakt bonus nga pastor Stefan Born, gjithsesi, çështja qendrore do të ndaj botën në dy pjesë, do të jetë adhurimi dhe bindja. Zbulesa 14, 6, 7, 9 dhe 12. Në këtë seminar do të studiojmë se si do të jetë, se si të jemi në anën e duhur në të ardhmen e afërt. Do të flasim për gjëra të mrekullueshme në këtë serial së bashku. Sepse Jezusi është duke ardhur dhe bota duhet ta dëgjoj dhe ta kuptoj. Ju lutem bëni like dhe share në Facebook dhe në YouTube gjithashtu. Ju falemnderit dhe miru pafshim e dëgjofshim herën ardhshme. Zoti ju bekoft çdo të mirë.